Pra, kjo është harta e masakrës elektorale 2025. Tiranë, zemra e krimit. 3 mandatet opozitës nuk do të gjenden, sepse narkoregjimi ka tretur përmes një serveri misterios. Sali, prit një sekond. Po këto janë zgjidhje me lista të hapura. Janë votat e popullit që ne s'mundi tresin për ta akuzuar Ramën. Lapaj, përqendrohu se s'kemi kohë për mendje lehtësira. Ja fjeri, Narkorama ka dërguar fshatarët e Mizëqes, katastrofik për opozitën. Në Durrës narkomafia ka sjell votat fake të diasporës me anijet e karburantit. Opozita për tokë, pa mamë siç na duhet më 12 maj. Në Durrës ka mundësi, aty fitojnë Euroatlantikët, se aty shtat u marrin nga Amerika. Doktor, ta hoqën non gratën ty këta? Non gratën ma vure ti. O njerëzit, votuesit, populli. Lapaj, populli na duhet për revolucionin, jo për një mandat tëndin që nuk i duhet as dreqi. Misioni ynë Lapaj është vota e lirë, lufta për votën e lirë. O populli? Populli do lexoj dosjen e zezë, prandaj ulu dhe fillo punën me dosje. Në Dibër do urdhërojmë Xhemalin të ra Xhelalin dhe do lajmërojmë sherifin për aktin e Xhelatit, Edwin Rama. Po si, sherifin ta bleu Rama, votoni numrin 5. Janë prova teknike. Albana hapet dritën.